Ju në gjatë tjetër uroj të jeni mirë. Dashur miq, siç e votare një natë më parë, unë isha në transmetim live në kanalin Kreshnik Osmani, pra këtu në YouTube dhe në rrjetet e tjera sociale, por pati një ndërhyrje të fortë pasi transmetimi ishte flak live. Kishim 1500, 1800 njerëz live dhe po rriteshin. U ekspozuam ndoshta ndaj ndonjë sulmi, ndonjë vale masive raportimi, ndoshta dhe u bllokua transmetimi. Sonte, tashmë, do t'ju shpjegoj shumë shkurt, kam një mesazh për miqtë e mi opozitar, për miqtë e mi me cilët kemi ndërtuar gjithë ato vite betejë protestash, të cilët nuk e kanë të qartë se përse ka Kreshniku këtë qëndrim dhe këto qëndrime. O Kreshnik, po ti i ke rënë Ramës shumë, ti po bën opozit fort, po pse na bie neve? Ja do t'ju a shpjegoj tani. Unë nuk ju bie ju. Do të vazhdoj pjesën e dytë, shumë shkurt, nuk do ju mbaj gjatë. Pjesën e dytë të përmbledhur sepse sonte do t'jemi në darkë me zhvillimet e tjera të mëdha. Pjesa e dytë asaj që nuk e thash do të mbrëm, po e vijoj tani shumë shkurt. Më shkruajnë miq demokrat, opozitar. O Kreshnik po bën një luftë, një betejë shumë të fortë, po pse po na bie ne? Pikës pari unë nuk po ju bie ju. Pikës dyti, unë kam mesazh për kreun tuaj, që është Berisha. Berisha i cili po bën protesta të cilat kanë qëllime që lidhen me interesin e tij të ngushtë personal. Si duhet Berisha dhe ju ta kuptoni që protesta duhet dalë nga agenda Berishës tek agenda e Shqipërisë. Pse duhet dalë tek agenda e Shqipërisë? Sepse Shqipëria është në krizë ekzistence. Haga po na godet me thika, po godet UÇK-n, nuk po godet Hashim Thaçin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin dhe Kadri Veselin. Po goditet UÇK-ja Shqiptaria. Po goditemi ne. Dhe u a thash, në qoftë se kemi hesape për t'la me Thaçin si politikan apo me ish komandantët e luftës dhe të UÇK-s si lojtar politik, atë e bëjmë brenda Kosovës dhe brenda shtëpisë tonë shqiptare. Ajo që po ndodh në Hag është goditje dhe thik në shpinën e Kosovës. Në qoftë se nuk e kuptojmë këtë tani, kur ta kuptojmë do t'jetë shumë vonë. E para. Pra jemi në krizë ekzistence si popull dhe si kombë. E dyta. E treta, Shqipëria këtu brenda është në një grusht apo një puç shteti zyrtarisht. Edi Rama po ndryshon kushtetutën, po ndryshon kodin e procedurës penale, veçanërisht ligjin 242, ka dalë ambasada amerikane, e ngarkuara me punë zonja Varnhorn, dhe i ka thënë larg duart e Edi Ramës nga ndërhyrja në drejtësi. Pra, ja çuan mesazhin. Ky mund të vazhdoj apo do të ndalet, unë këtë nuk e di. Edi Rama mund të marrë nesër jo 82 mandate, po 852 mandate. Pra, sa të doj ai, sepse ka para pa fund, miliarda pa fund që i ka vjedhur me ballukun dhe me gjithë lukuninë e hajdutëve që ka aty, dhe ka të gjitha mediat në kontroll dhe ka gjithçka në kontroll. Pyetja që duhet bëni ju që thoni o Kreshnik pse na bie ne në opozit. Nuk ju bie ju jeni vëllezërit e mi dhe ju jeni më të nderuarit në botë që po na mbani gjallë me protestat tuaja. Problemi është se protesta juaj është e kapur. Si ta kuptojmë këtë Kreshnik? Unë nuk po ju bie ju, por protesta është e kapur. Po ja si është e kapur o Kreshnik, ja po jo a shpjegoj. Kodin zgjedhor e ka bërë Rama me Berishë në 2008 dhe e kanë mbyll listat dhe nuk na lejojnë neve të hymë në lojë, as të votohemi, as të votojmë, as të numërojmë votat tona. As të kemi një kod zgjedhor ku të bëjmë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe shqiptarët të zgjedhin ata që duan. Doni që të bëheni dhe të keni të gjithë popullin atje duhet të stoponi së gënjyheri shqiptarët. O Kreshnik po je shumë i ashpër. Nuk ka kohë më për të qenë i butë se po humbim Shqipërinë. Sali Berishës mesazh të përsëritur që ta dëgjojnë
pasuesit e tij, të cilët më thonë mu, o Kreshnik, mirë po e bo që po i bi Edi Ramës, po Saliut pse i bie, mos po i shërben Edi Ramës, ja po ja shpjegoj unë kush po i shërben Edi Ramës. Saliut po i bie sepse Saliut kemi 3 vite që i themi natë për natë, hap kodin zgjedhor, jepi mundësin shqiptarëve të votojnë atë që duan ata, jepi mundësi partive politike të zgjedhin dhe të kenë numëruesit e tyre të numërojnë votat e veta, vendos kushtet vështira për të hyrë në zgjedhje, por se cila parti që do hyrë në zgjedhje do të numëroj votat e veta. Të votojmë për ne dhe të numëroj Saliu nuk ka. Të votojmë për ne dhe të numëroj Edi me Saliun, kjo është rrene pastër. Protestat bëhen që të ruaj Berisha kartat tek amerikanët dhe tek rendi i ri botëror që po vjen. Doni që ju të bëheni bashkë me ne, apo ne të bëhemi bashkë me ju, ka kushte të qarta, çoja një liderit tuaj sot. Ja kam thënë për natë, por nuk ka përgjigje. Pse? Sepse nuk ka vullnet, po ju gënjejnë. Në qoftë se ka vullnet, merreni dhe çojani Berishës këto që po ju them. Bëni thirrje për popullit të dalim për protest, pa kthim pas, derisa regjimi të birë, të rrethojmë kryeministrinë paqësisht në bulevard, jo duke rraf policët, as duke i gjujt policëve siç mashtro Edi Rama për me bërë atë ciklin, apo siç bëjnë këta tjerë që na rrafën, na gjujtën, na bën, ky është teatër. Pse është teatër? Sepse ju nuk doni zgjidhje të vërtet. Kush është zgjidhja e vërtet? Hapni lojën dhe ktheni pluralizmin politik në Shqipëri, që të kemi parti të tjera politike, të cilat të hyjnë, të cilat janë në opozit, por që nuk vinë tashmë me Sali Berishën dhe të zarët që ai krijon, këto partiçkat e vogla, partia e Irfan Hysem Belliut, Tiklapajt, lejrini këto rrena se nuk i ha më njëri këto. E keni mbush Partinë Demokratike me Sorosian. Kjo është puna juaj, ju bëni çfarë të doni vetë. Por këto mos na i shisni ne, sikur ne po bëjmë opozitën e opozitës. Çojani Berishës këtë mesazh. Ju nëse keni burrni, nëse keni nder, nëse jeni opozitar dhe nëse nuk jeni hajdut që doni të zëvendësoni hajdutët e PS-s, se ju ka marrë malli me u rikthy dhe me vjedh. Çojani Berishës. 1. Doni shqiptarët vinë gjithë në shesh, për ndryshe ne do t'ju shkatërrojmë narrativën tuaj sepse po gënjeni shqiptarët. 1. Thirrni protesta pa ndalim, pa ndërprerje të intensifikohen protestat, rrethohet regjimi derisa të bjerë Edi Rama. 2. Ndryshoni kodin zgjedhor dhe ofroni kod zgjedhor ku ne mundemi të votojmë dhe të numërojmë votat tona. 3. Ndaloni së marruri me ne, merruni me Edi Ramën, nuk jemi ne e keqja juaj, jeni ju që po bëni biznes me Edi Ramën dhe deputetët e PD-s, ju i dini shumë mirë kush janë. Rasti më i fundit ishte Dashi i Peqinit, i cili Dashin e rritët ju dhe tani e morit aferi Edi Rama. Kështu keni shumë deputet të cilët i ka futur Sali Berisha në listat e sigurta, në Tiranë dhe në të gjithë Shqipërinë. Ne nuk na hidhni dot, as na mashtroni dot, as na gënjeni dot. Ne kemi dalë për të luftuar për Shqipërinë. Plotsoni këto kushte, jepni garanci që nuk e do Saliu monopolin e kontrollit opozitës dhe ne na keni në shesh të parët derisa të rrëzohet regjimi i Edi Ramës dhe do të merremi vetëm me Edi Ramën. Në qoftë se bëni teatër, na kapi ky, na rafi policia, ky policia duke qenë na kanë gjujt demonstruesit, demonstruesit duke qenë se na ka thy policia durët edhe këmbët. Ky është teatër, nuk ecën ky teatër. Shqipëria është në pikë në gryk të varrit për ekzistencën e saj. Nëse vazhdoni të gënjeni, ne do t'ju çmontojmë rrenat tuaja. Çojani liderit tuaj, Berishës këto që po ju them, të japin garanci dhe shifeni se si blidhet e gjithë Shqipëria atje. Ju nuk përgjigjeni për këtë, sepse sfidën e kam ngritur prej 4 vitesh.
që nga koha kur u krijua Fronti për Shpëtim Kombëtar, ku unë mbajta fjalin përpara popullit opozitar, dhe ishin shqiptarët fillonin protestat ke kryeministria dhe mbaronin tek Ministria e Drejtësisë. Me 5.000 apo 10.000 veta që nxirrni aty në shesh, ju a keni thënë Saliu aq veta i ka dhe do t'i ketë gjithmonë, por nuk rrëzohet Edi Rama me 10.000 veta, sepse në Shqipëri ka 2.500.000 votues, apo aq sa ka. Nuk ndryshon kjo situatë. Saliu do që të marrë ofertë nga Washingtoni që është lojtar në vend të Edi Ramës. Berisha nuk po e merr ofertën. Vazhdon të jetë non grata. Rreth ti ka njerëz të cilët duan dhe po presin që Berisha për arsye të moshës të largohen. Është lufta që ndodh brenda jush. Këlliçi, Bardhi, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, Ilir Ali Mehmeti dhe po dalin figura të tjera. Televizioni i Berishës Syri TV, tek i cili prodhohen e përshëndes shehu, më ka ftuar një herë Partinë Lëvizja Deu, tashmë ishte ke Euronewsi, u bë analiste ke Syri TV i Berishës, tashmë kaloi në vend të Endri Fugës, shefe e komunikimit ke Edi Rama. Lenz Vangjeli dhe Baton Axhiu rinë gjithë ditën ke Syri i Çimit. Njerëzit e Berishës janë gjithë ditën në Top Channel në Euronews, në A2 CNN, ke Bashkim Ulaj, ke Familja Hoxha, ke televizionet që janë në qarkullim, që janë të pjesë të establishmentit këtu. Po bëjnë teatr. Ne këtë teatr nuk kemi për ta pranuar dhe do ta refuzojmë. Në qoftë se thoni liderit tuaj të sjell garanci për popullin që ai nuk e mban peng opozitën, Kreshnik Osmani vjen dhe bëhet pastrues i Partisë Demokratike. Mbajini shënim. Çojani liderit tuaj. Në qoftë se Berisha hap lojën dhe jep garanci që nuk do të bëj lojën e Edi Ramës. Në qoftë se jo, nuk keni për të ardhur në pushtet për 500.000 vjet. Më vjen keq që o them. Nuk ka pushtet duke rrejt popullin. Nuk ka pushtet duke manipulu opinionin publik dhe nuk ka pushtet pa kod zgjedhor dhe pa zgjedhje të lira. Kush janë ata të tjerë, të cilët thonë jo bashkimit, ata janë komunistë pastaj, dhe janë të Edi Ramës, të cilët thonë jo bashkimit me çdo kusht. Jo, ne jemi kundër bashkimit i cili mban Berishën në krye dhe kontrollor të lojës, po jo kundër bashkimit opozitës, sepse Rama nuk rrëzohet pa bashkim opozite, këtë ta keni qartë. Kur? Por kur ne nuk kemi për të bashku me ju dhe me Berishën, për sa kohë Berisha i shërben Edi Ramës dhe të dy bashk luajnë lojën e kontrollit të bipolar të politikës shqiptare. Kaq, ne do ta bëjmë vetë. Po s'deshet ju, do ta bëjmë vetë. Ndoshta nuk ja dalim kur, por kjo është e vërteta. Ndaj, stoponi së bëri lojën tuaj të pisët. Njëra palë thot Kreshniku është zari i Saliut, pala tjetër thot Kreshniku është zari i Edi Ramës. Dhe pjesa e dytë janë ata të cilët thonë mos shko as këtu as atje, por ndërkohë që vetë nuk japin asnjë lloj mbështetje dhe asnjë lloj ndihme. Këta janë patronazhistët e Edi Ramës, të cilët justifikohen me Saliun për të mos me e lënë opozitën të bashkohet, e kuptuam lojën? Firma nuk ka, budallej sot më nuk ka. Zgjidhini këto kode, të bashkohet opozita. Përndryshe, populli shqiptar do të paguajë faturat shteta. Kaq për tani, shihemi ndark. Vijon në numrin e ardhshëm.